Unë kam qenë në Mont Tremblant, të shikta i thonë Mont, do me thonë mal, po a i s'është mal, është i kodër, bilet duhet shu si këto kodrat, se është dhe kodër e but, nuk është asë kodër, se me thënë kodrat e krabës, është si këto kodrat e fargës, kodër e but. Janë pak më të ullta se këto tonat. Po, me thëllë drejë, nuk kam qenë në dimër, kam qenë në verë atje, dhe aty bëheshin këto zbritjet në bar, ose zbritjet, atë këshin kryuar disa rrugë të vogla, ku zbritje me ca slita me rota, ose bëhe zbritjet në bar. Nuk ka pjersi, është një, se di, tani ne jemi mësuar që shkojmë, apo gjithë të skiatorë janë mësuar që bëjnë ski në përmale të mdhaja, në Akullnaja, apo në Copper Mountain, që është shumë i lartë, këtu është një lartësi kodër, kam përshtypin që edhe vizualisht, si me dhëmë është pak, të regohet a i ndryshim, është pak e quditshme. Me syrin tim prej amatore, unë pash disa dhe në fakt ju të dy bashkë me Erion Gjaron e përmëndët në koment, janë ato kodrat e vogla në base që bëjnë diferencën? Ato kodrat janë më të bezdishme, ato kanë sjellë, si me thënë, kanë vërtitur pistën rreth atyre gungave të quajmë, se nuk mund të quash tamam kodra, po të tip gunga që pengojnë vizibilitetin dhe nuk shef mirë shkopin e arshme, portën e arshme. Duke e bashkuar këtë dhe me kohën e keqe që ishte me borën që binte dhe kur ecën me ski, ajo të bezdis akoma më shumë, kjo bën që tjetë gara vështire, po të shimni dhe shumë skiatorit mira dolën nga pista. Dhe në fakt, skiatorit meshku që ishin një ditë më përpara, e kishin tepër të vështirë në këtë lloj piste. Po, një gjë.